أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahun subhanahu wa ta'ala e falenderoj, nga sa ai është I vetmi I cili meriton lavdata dhe falenderimet. Paqja Allahut, lavdatat e tij qofshin për të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen dhe shokët e tij dhe për të gjithë besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala qofshin mbi të gjithë besimtarët kudo që janë dhe kudo që na ndjekin nëpër ekranet e tyre. Lut Allahun subhanahu wa ta'ala fjalët tona t'i bëjë të dobishme fillimisht për mua, pastaj edhe për juve, dhe të na mundsoj që prej tyre të përfitojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Lut Zotin fuqiplot që të na kaploj me rahmetin e tij kudo që jemi. Të dashur teleshikues, vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, sot do të kalojmë disa çaste me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili është hadithi I tretë me radhë në këtë seri dersësh tona, të cilën e kemi quajtur 50 hadithet e Imam Neveviut, apo komentimi I 50 haditheve të Imam Neveviut. Jemi te hadithi I cili transmetohet nga Ebu Abdurrahmani, Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma, djali I Omer ibn al-Khattabit, I cili thot se e kam dëgjuar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Bunya al-Islamu ala khams. Islami është ngritur mbi 5 shtylla. E para është thot të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut fuqiplot dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguar I tij. E dyta, shtylla e dytë, thot të falësh namazin. E treta, të japësh zakatin. E katërta, të kryesh haxhin, dhe e pesta, të agjërosh Ramazanin. Kështu është përmendur hadithi me këtë radhitje, të cilën unë e ceka tek Imam Buhariu dhe në një transmetim tek Imam Muslimi. Ndërsa në transmetimin tjetër, po tek Imam Muslimi, përmendet para haxhit Ramazani. Pra pasi ceket zakati, thot të agjërosh Ramazanin dhe të kryesh haxhin. Kur u përmend Abdullah ibn Omeri, apo kur ndërhyri një nxënës, një dëgjues, duke I thënë: O Abdullah, a nuk është haxhi para Ramazanit I përmendur? Thot Abdullah ibn Omeri: Jo, kështu e kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke e cekur Ramazanin para haxhit. Pra kjo është transmetimi I dytë I Imam Muslimit, ndërsa tek Imam Buhariu përmendet së pari haxhi, pastaj agjërimi. Dhe bazuar në këtë transmetim, Imam Buhariu edhe e radhit sahihun e tij për mbledhjen e haditheve të sakta ku para kapitullit të Ramazanit e qet kapitullin e haxhit, bazuar në këtë hadith në radhitjen e transmetimit. Dietarët përmendin këtu, thonë se pasi që tekstualisht e përmend Abdullah ibn Omeri se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me radhitje të Ramazanit para haxhit, thot kjo duhet të jetë radhitja më e saktë, ndërsa transmetimi I Buhariut është ndrimi vendeve nga disa transmetues, e Buhariu ka dashur të qëndroj besnik transmetimit të cilin ai e kanë dëgjuar nga hoxhallarët e vet, hoxh pas hoxhe, deri tek sahabët apo te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjala Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, Islami është I ndërtuar mbi 5 shtylla. Kjo tregon, pra, këtu fillimisht Resulullah përmend Islamin. E kemi thënë në hadithin e Xhibrilit që e kemi komentuar në derset e kaluara, në 2 derset e kaluara, se Islami, apo me Islam kuptojmë
formën e jashtme ose adhurimet e jashtme trupore të cilat vrehen dhe duken nga ana jonë. Tregon gjithashtu se Islami është ngritur mbi shtylla dhe Islami është një çështje e rëndësishme të cilën duhet ta ketë parasysh çdo besimtar. Nga kjo fjalë Islami është ngritur mbi 5 shtylla, kuptojmë se lejohet në fe të merren shembuj praktik, shembuj figurativ. Këtu është marrë shembull Islami si një ndërtesë e cila ngritet mbi disa shtylla të saj. Pra është ofruar në mendjen e atij që dëgjon dhe atij që lexon se duhet ta kenë parasysh se Islami është diçka e ngritur, por ajo ngritet mbi disa shtylla dhe baza të cilat nëse janë prezente, është prezent dhe qëndron kjo ndërtesë. Ndërsa nëse nuk janë prezent, edhe ndërtesa nuk do të qëndrojë apo do të rrëzohet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith mjaftoi me përmendjen e 5 shtyllave të Islamit. Jo se Islami nuk ka shtylla tjera, por këto janë 5 shtyllat bazë, ndërsa të tjera të gjitha ndërlidhen dhe futen brenda këtyre 5 shtyllave bazë të Islamit. Në një hadith të shënuar tek Imam Buhariu dhe te Imam Muslimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam përmend thot Islami është ngritur mbi 60 e ca shtylla, ndërsa në hadithin tjetër mbi 70 e ca shtylla. E para thot është dëshmia la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dhe e fundit largimi i një pengese nga rruga, ndërsa thot el haya'u shu'batun min al iman, ndërsa turpi edhe kjo është pjesë e dinit ton. Imam Neveviu rahmetullahi alayh këtë hadith e përmendi më njëherë pas hadithit të Gjibrilit si rezultat apo si shkak që të jetë komentuesi i hadithit të Gjibrilit, spaku një pjesë të hadithit të Gjibrilit alayhis salam. Më për këtë arsye edhe ne në dersën e kaluar, kur folëm rreth hadithit Gjibrilit, e lam dhe për Islamin nuk detalizuam më tepër, nuk folëm më shumë, nga se ju premtuam se do të flasim në dersin tonë, në dersën e radhës, ja dhe ku erdhi radha me ndihmën e Allahut fuqiplot. Këto 5 shtylla mbi të cilat është ndërtuar Islami fillojnë me shahadetin, me 2 dëshmit. Fjala shahadet në gjuhën shqipe do të thotë dëshmi. Dëshmia është shahadeti, ajo apo çelësi me të cilën njeriu futet në Islam. Është kushti bazë për të hyrë njeriu në Islam. Ajo është në gjuhën arabe me këto fjalë: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ky është teksti i plot i shahadetit. Mund të shkurtohet në fjalët la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Edhe ky do të ishte i mjaftueshëm për njeriu i cili dëshiron të hyjë në Islam. Djeni të nderuar teleshikues se pa dëshmin, pa shahadetin, njeriu nuk mund të bëhet musliman. Thash, ai është çelës për të futur në Islam. Dhe pa dëshmin, asnjë punë tjetër nuk do t'i pranohej njeriu. Sado që të falej, apo të agjeroj ose të bëj haxhillëk, nëse nuk bjen shahadet, nëse nuk ka hyrë në Islam përmes këtyre 2 dëshmive, njeriu të tillë nuk i pranohet ai adhurim. Pa marrë parasysh sa është i madh dhe sa është i vlefshëm. Nga se kushtohet në Islam që adhurimet për të pranuar duhet patjetër pas tyre të qëndroj dëshmia shahadeti. Çfarë do të thotë në gjuhën shqipe kjo dëshmi? E para, fjala ashhadu an la ilaha illa Allah, do të thotë dëshmoj, deklaroj se i vetmi meritues i adhurimit, i vetmi që meriton adhurimin është Allahu i lartësuar. Askush patjetër nuk e meriton një adhurim të tillë. Kjo ndahet, dëshmia e parë, pjesa e parë ndahet në 2 grupe. Grupi ose pjesa e cila mohon çdo adhurues dhe pjesa e dytë e cila e vërteton adhurimin vetëm për Zotin fuqiplot. Fjala la ilaha nuk ka të adhuruar illa Allah përveç Allahut fuqiplot. Ndërsa fjala nuk ka të adhuruar me merit, më shefet në kontestën e fjalisë la ilaha bihaqqin illa Allah. Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. Ndërsa pjesa e dytë e dëshmisë, Muhammed Rasulullah ose ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është
i dërguar i Allahut, apo ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut fuqiplot. Kjo është pjesa e dytë. Mirë, lind pyetja, a pranohet pjesa e parë e shahadetit pa pjesën e dytë? Pra lejo të dëshmojmë se Allahu është i vetmi meritues për adhurim, ndërsa në anën tjetër ta mohojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar. Nuk do të pranohej asesi që njeriu të dëshmoj se Zoti është i vetmi meritues i adhurimit, ndërsa të mohoj profecinë dhe mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se një gjë të tillë shpesh edhe disa grupacione dhe njerëz të ehlu kitabit, si qifut dhe të krishtar, e kanë pohu një gjë të tillë, por pasi e mohuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si të dërguar, kjo pjesë e dëshmisë së shahadetit nuk ju pranua atyre. Të dëshmoj se Allahu është i vetmi meritues i adhurimit, nënkupton që ta dëshmosh një gjë të tillë me gojë, para kësaj ta besosh me zemër, sinqerisht, e pastaj edhe ta vërtetosh me vepra. Pra thënë ndryshe, dëshmia në Allahun edhe në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nënkupton imanin, besimin në ta. E ky iman, ky besim, patjetër duhet t'i plotësoj 3 kushte. Imani është të besosh me zemër, ta dëshmosh me gojë dhe ta vërtetosh me vepra. Këtë e thot ehlu suneti dhe ky është definicioni i imanit tek ehlu suneti, e dietarët pastaj ashtojnë edhe fjalën yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Imani shtohet me adhurime dhe paksohet ose mungohet me mëkate. Andaj njeriu sa më shumë që bën vepra të mira, ne vërtetojmë për të nga ajo që e shohim dhe që e dim se është prej besimtarëve të devotshëm, ndërsa Allahu është ai i cili dëshmon për fshehtësitë e zemrave të secilit prej neve. Kjo është dëshmia se Allahu është Zoti vetëm dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para se të dalim në pikën tjetër, dua të përmendi se dëshmia se për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar i Allahut nuk mjafton vetëm të pranohet me gojë. Kjo patjetër ose kësaj patjetër duhet të bashkohet edhe fakti se përveç që duhet ta besojmë ne Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, duhet edhe ta dëgjojmë dhe këshillat e tija ose udhëzimet dhe mësimet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam ti praktikojmë në vepër, duke konsideruar hadithin e tij, fjalët e tija si burimin e dytë të shariatit. Nga se nëse nuk e pranojmë një gjë të tillë dhe në këtë formë nuk e respektojmë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, atëherë dëshmia e gojës nuk do të ishte e vlefshme, ose do të ishte fillimisht e vlefshme, por do të demantohej dhe do të prishej kjo dëshmi pastaj atëherë kur veprat nuk e dëshmojnë atë që e thot goja. Ku ka shumë njerëz të cilët edhe pse pretendojnë se e besojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar, në anën tjetër personat e tillë i mohojnë disa lajme të ardhura nga Muhamedi alaihi salatu wassalam. Ka prej atyre të cilët nëse ju jepet ndonjë urdhër dhe ju tregohet ndonjë këshill e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pa pikë turpi dhe pa pikë arsye e kundërshtojnë një urdhër të tillë, qoftë nga epshi apo edhe nga ignoranca. Mund të lind pyetja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi se prej islamit është vetëm dëshmia, fillimisht, në Allahun se është i vetmi meritues i adhurimit dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar dhe robi i tij. Pse nuk u përmenden këtu edhe dëshmia për profetë të tjerë, për librat, për melekët, për ditën e gjykimit, siç janë pra kushtet e imanit? Thon dietarët në krye të tyre Ibn Hajar Asqalani rahmetullahi alayh, thot për arsye se të dëshmosh se Allahu është i vetmi adhurues dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij, kjo nënkupton se ti duhet të besosh çdo gjë që ka përmendur ky Allah dhe ky profet i tij sallallahu alaihi wasallam. E prej besimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në profecinë e tij është të besosh se ai na ka treguar se ka pasur profet të tjerë, ka pasur libra të tjerë, ka zbritur Kurani, ka melek, ka ditë gjykimi dhe çdo gjë që ndodh me caktimin e Allahut fuqiplot dhe me dijen dhe lejen e tij. Pra janë përmendur këto dy formula e në të futet i tër imani, besimi i besimtarit ose i muslimanit. Të nderuar vëllezër dhe motra, shtylla e dytë e dinit islam, e islamit në përgjithësi, është falja e namazit. Është namazi i cili është i obliguar
nga Allahu fuqiplot, në më shumë se 80 ajete Allahu flet për të në Kur'an, dhe Allahu xhalla xhalaluhu ja obligoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atëherë kur e mori në arsh apo mbi kur e ngriti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi 7 qiell, dhe kur i foli xhalla xhalaluhu direkt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë dhe ja obligoi namazin. Fillimisht ja obligoi 50 kohë të namazit, e dal ngadal duke ju lut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam arriti në 5 namaze, ku shpërblimi i tyre është sa 50 kohë të tilla. Allahu ja obligoi direkt, ku përmendën dietarë se një prej shkaqeve të kësaj ishte fakti se dëshiroi që këtë punë shumë të vlefshme dhe dhuratë të madhe për muslimanët të ja jepte direkt Allahu fuqiplot të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu të cekin dietarët prej urtësive të namazit, thonë se besimtari ashtu siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam foli direkt me Zotin në qiell, bëri bisedë, ashtu edhe besimtari, pasi nuk mund të ngritet në qiell, Allahu ja mundsoi që nga toka të bëj bisedë direkt me Allahun xhalla xhalaluhu, ky musliman, ky besimtar, pra kur fal namaz besimtari, ai është duke folur me Zotin xhalla xhalaluhu direkt pa ndërmjetësues. Namazi është bërë obligim në Mekë. Këtë e transmeton thash Enes ibn Maliku në hadithin e gjatë, të cilën e shënon në vargun haditheve të sakta Imam Buhariu rahmetullahi alayhi. Është një prej obligimeve më të mëdha në Islam, ku dietarët përmendin se lënia e namazit me plotësimin e kushteve konsiderohet kufër. E kjo nuk ka dyshim, por duke pas parasysh se njerëzit të cilët në kohën tonë nuk e falin namazin, nuk duhet të ngutemi dhe t'i quajmë të gjithë kafir, për arsye se ka kushte paraprake për ta konsideruar njeriu kafir. Pra një prej tyre është edhe ngritja e argumentit, ngritja e ignorancës, largimi i paditurisë nga ta, e në kohën që njeriu e kupton rëndësinë e namazit, ka filluar ta falë dhe ka kuptuar obligueshmërinë, farzin, se sa i rëndësishëm është ky namaz, nëse me plot vetdije dhe pa kurfar turpje lën, atëherë padyshim se personat e tillë janë në rrezik dhe dalin edhe nga dini islam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për shumë hadithe përmend rëndësinë e namazit. Një prej tyre është edhe hadithi i Muadh ibn Jabalit, i cili shkon për t'u këshilluar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i tregoj për disa punë të rëndësishme që e futin në xhenet dhe e largojnë nga xhehenami. Prej tyre Resulullah sallallahu alaihi wasallam ja përmendi që ta fal namazin. E këtë hadith do ta shpjegojmë kur t'i vijë radha, i cili është hadithi numër 29 me radhë në këtë libër të cilën jemi duke shpjeguar. Po ashtu ka edhe hadithe tjera të cilët flasin për rëndësinë e namazit. Prej tyre është edhe fjala e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Namazi është shtylla e dinit islam. Pra, namazi është shtylla kryesore mbi të cilën ngritet i tërë Islami. Edhe thot në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam, të gjithë të saktë këto hadithe, thotë se puna e fundit të cilën do ta lënë njerëzit, besimtarët, puna e fundit e cila do ta lënë besimtarët është namazi. Ndërsa puna e parë për të cilën do të pyeten ditën e gjykimit është po ashtu namazi. Kujt i nreqet namazi, kush e kalon provimin ditën e gjykimit rreth namazit, gjëra tjera, punët e tjera do të jenë edhe më të lehta për ta. Ndërsa kujt i rëndohet dhe nuk mund ta kaloj provimin e namazit, punët e tjera do të jenë më të vështira për atë njeri. Allahu na lehtësoft në këtë botë dhe në botën tjetër kryerjen e namazit. Namazi ndahet në dy grupe, namazi farz edhe sunet. Namazi farz është ai të cilin e ka obliguar Allahu fuqiplot në mënyrë direkte nga Xhibrili alayhis salam deri tek pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sunetet janë ato të cilat nuk janë të obliguara direkt nga Allahu fuqiplot, por janë punë vullnetare të cilat na i ka mësuar Muhamedi alayhis salatu wassalam përmes udhëzimit të tij, përmes haditheve të sakta të cilat përmenden në përburime të fesë son islame. Kohët e namazit janë 5: sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe yatsia. Të gjitha këto të vërtetuara me Kur'an dhe me sunnet të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ndërsa pas namazit, nga se nuk do të ndalemi të nderuar
besimtar, t'i sqarojmë detajisht për arsye se në një ders duhet t'i përmbledhim që të gjitha. Kalojmë tek shtylla tjetër, dhënia e zakatit. Zakati është obligim fetar, një prej 5 kushteve të Islamit, kushti i tretë me radhë, i cili nënkupton dhënien e një pjese të pasurisë, e cila arrin kostën e saj të caktuar, e cila quhet nisab, kur të mrinë atë shumë të caktuar parash, atëherë është obligim për ata njerëz të cilët e posedojnë atë shumë të caktuar parash, është obligim që të japin prej asaj pasurie 2.5%. Pra, ajo pasuri duhet të qëndroj, të rri e fjetur tek ai besimtar për plot një vit. Pas një viti e llogarit atë pasuri, e cila i ka fjet, edhe pas llogaris e bën me përqindje 2.5%, aq sa i dal ajo përqindje, ajo shumë, aq edhe duhet të jap zakat. Zakati është pastrim i pasurisë së besimtarit nga ndonjë mashtrim, nga ndonjë keqkuptim, nga ndonjë lloj përzierje e haramit me dëshirë apo pa dëshirë. Andaj edhe zakati nënkupton pastrimi i pasurisë nga çdo e keqe, çdo mëkat. Është obligim dhe besimtari i pasur duhet t'i jap vëllezërve të tij nga besimtarët e varfër. Është obligim që fillimisht t'u jepet njerëzve të afërt, të fshatit ose qytetit të tij, e pastaj të dalë tek njerëzit më të largët në pozitën gjeografike ose familjare. Allahu xhaleshanuhu në të gjitha ajetet tuajse që e përmend namazin, e përmend edhe zakatin, ku dietarët thonë se këto dyja së bashku janë përmendur më shumë se 80 herë në Kur'anin famlart dhe fisnik. Zakati, për dallim nga namazi, është adhurim material, ndërsa namazi është adhurim trupor. Normal të gjithë janë adhurime edhe shpirtërore. Por, për dallim nga namazi, tek i cili nuk kërkohet para për ta falë, te zakati kërkohet të holla para për të pasur dhe për të ardhur deri tek mundësia e dhënies së zakatit. Ata të cilët nuk kanë pasuri, nuk e kanë obligim dhënien e zakatit. Andaj, këtë obligim e kryejnë vetëm një pjesë e shoqërisë muslimane, ajo e cila ka të holla dhe ka mundësi t'i flajnë parat. Është tradhti dhe mashtrim i vetvetes, nëse njeriu nuk i lën t'i flajnë parat, mirë po, vetëm që t'i ik zakatit, ngritet dhe blen gjëra të caktuara, pastaj pas 3 muaj, 4 muaj i shet, dhe kështu nuk i la asnjëherë t'i flajnë të hollat e tij, duke mos pas nevojë nga prekja këtyre parave, mirë po, i prek ato, i lëviz, i ndron ato dhe bën qarkullime të pa arsyeshme, vetëm me niyetin e mashtrimit, kinse nuk po i flajnë parat edhe nuk e ka obligim dhënien e zakatit. Mashtrimet të tilla Allahu fuqiplot i njeh, nga sa ai e njeh çdo gjë që është në zemrën dhe mendjen e çdo njeriu. Andaj nuk lejohet një mashtrim i tillë, nga se në 2 mënyra njeriu i tillë futet në mëkat. Mëkati i parë është se nuk e jep zakatin dhe i dyti është ai më i keqi se mundohet ta mashtroj Allahun fuqiplot, a nuk e di shkreti se është duke mashtruar vetveten e tij. Agjërimi i muajit të Ramazanit. Ramazani është obligim për çdo njeri i cili është prezant në vendin e vet, është i shëndosht psikikisht dhe fizikisht, dhe e ka parë apo e ka arritur, e ka dëshmuar hyrjen, futjen e këtij muaji të shenjtë. E ka obligim të agjeroj, thash, nëse mundësiat e tija trupore janë të ai. Ky adhurim është adhurim trupor. Është adhurim trupor të cilin Allahu Gjelle Gjelalu, apo për të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu ka përgatitur shpërblime të panumërta. Allahu i lartësuar në një hadith kutsi përmend, thot, kullu amel ibn Adem lahu illa saum. Të gjitha punët e njeriut, birit Ademit, janë për të, përveç agjërimit, fa innehu li wa ana ejzi bihi. Ai është i posaçëm vetëm për mua dhe unë për të shpërblej. Nga ky hadith përmendin dietarët
se Allahu xhalla xhelaluhu jo se punët e tjera nuk i ka në konsiderat, mirë po, agjerimin e ka në konsiderat shumë më tepër se sa veprat e tjera, për shkak se është adhurimi thuajse më i fshehti, adhurimi më i fshehti tek i cili nuk mund të arrijë dyftyrësia, dhe përmes të cilit njeriu nuk mund të arrijë famë dhe autoritet dhe nuk mund të lavdërojnë të tjerat. Pra, bëhet pa ditur askush, nga se ka njerëz në jetën tonë praktike ose në teori që kemi ndëgjuar për ta, të cilët mundohen të paraqiten si njerëz të devotshëm, kinse janë duke agjëruar e në anën tjetër, në zemrat e tyre fshehin të kundatën e kësaj. Dhe kur mbyllen në shtëpit në 4 mure, ata hajnë dhe pinë, edhe mundohen të mashtrojnë Zotin fuqiplot, e nuk e din të mirët se janë duke mashtruar vetveten e vet. Kështu që agjërimi konsiderohet prej punëve më të pastërta dhe më larg dyftyrësisë. Puna e cila bëhet vetëm sinqerisht për Allahun, përmes të cilës nuk mund të arrihet asnjë përfitim material e as pak famë në këtë botë para njerëzve të tjerë. Kështu për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu e dalloi nga adhurimet tjera dhe e bëri të veçantë, sepse në të gjitha adhurimet tjera mund të futet syfaqësia, njerëzit mund të falen, të japin zeqat, të dëshmojnë shahadetin para të tjerëve, të shkojnë në haxhillëk për t'i thënë haxhi, e tjerë e tjerë. Mirë po, askush nuk mund të agjëroj për të tjerët, nga sa agjërimi është punë e fshehur mes robit dhe Zotit të tij fuqiplot. Kështu që Allahu xhalla xhelaluhu e veçoi me shpërblimi të cilës është xheneti i Zotit fuqiplot. Është e vërtetë se të gjitha punët padyshim janë për Allahun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë për hir të Allahut fuqiplot. La sharika la, ati nuk i shoqëroj askënd. Wa bidhalika umirt, me këtë jam urdhëruar, me këtë lloj adhurimi dhe nënshtrimi dhe sinqeritetin ndaj Allahut, jam urdhëruar unë, dhe unë nuk jam prej mosbesimtarëve apo atyre të cilët i bëjnë shok Allahut, wa ana minal muslimin, pa unë jam prej besimtarëve të sinqert. Ky është ajet gjithëpërfshirës që çdo besimtar i jep të kuptojë çdo besimtari se punët duhet të bëhen vetëm për Allahun. Mirë po, a ka mundësi teorike dhe praktike për futjen e dyftyrësisë në këto adhurime? Ka, përveç tek agjërimi, që nuk ka një mundësi të tillë të ndodh në këtë adhurim. Haxhillëku. Haxhi është kushti i 5 i Islamit, i cili sa është adhurim trupor, aq është edhe adhurim material. Kryhet një herë në jetë dhe obligohet me të çdo njeri i cili ka pasuri të mjaftueshme. Pasuria apo kushtet e kërkuara për të bërë obligim haxhi është që të ketë pasuri, të marrë me vete sa të shkoj deri në haxh dhe të kthehet, të ketë holla, po ashtu të ketë holla për t'i lënë familjes, aq sa është ai në haxh apo dhe në udhtim. Pra përderisa sa mungon i zoti shtëpisë ose personi familjar, të kenë familja e tij për të ngrënë dhe të pi, derisa të kthehet ai person. Dhe kushti tjetër, të jetë i siguruar në udhtim nga çdo mbytje apo vdekje. Do thotë ta ketë të sigurt rrugën dhe të anoj në mendjen e tij se nuk mund ta vras dikush, nuk mund ta mbys dikush dhe rruga nuk është e bllokuar për shkuarjen në haxh. Këto janë prej kushteve të kërkuara primare të haxhi. Nuk kërkohet te haxhi që njeriu t'i ketë të martuar të gjithë djemt, ta ketë të ndërtuar shtëpinë deri në maksimum. Sa i përket shpërblimit të haxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam na sqaron mjaft qartë në një hadith të tij në të cilin ai thotë: "Men hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a fi baytihi ka yawmi waladathu ummu." Kush bën haxh duke mos folur fjalë të dyta, të fllihura dhe duke mos bërë vepra të ndaluara,
ai do të kthehet në shtëpinë e tij ashtu siç e ka lindur nëna e vet. Pra do të kthehet pa mëkate, siç lind foshnja pa mëkate. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij. Ndërsa në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: kryerja e umrave prej një umre deri në umrën tjetër i fshin mëkatet. Ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Pra do të hyjnë në xhenet pa u llogaritur nga Allahu fuqiplot, sepse do t'i falen të gjitha mëkatet. Këtë e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij. Nga këto 5 shtylla të Islamit, kuptojmë se ka prej tyre të cilat janë tërësisht trupore, disa janë tërësisht materiale, disa të tjera të përzijera mes trupores dhe materiales. E para, dëshmia, shahadeti, është edhe obligim me zemër, obligim me gojë dhe obligim me gjymtyr. Ndërsa namazi është obligim trupor, kurse agjerimi edhe ai është trupor. Sa i përket zakatit, ai është obligim material, ndërsa haxhi përbëhet prej këtyre dy komponenteve, prej këtyre dy gjërave asaj, trupore dhe materiale. Pra Allahu fuqiplot, sikur përmes këtyre 5 shtyllave të Islamit, dëshiron njeriu që ta kalit, të shpenzojnë fenë Allahut fuqiplot me të gjitha mundësitë e tija. Sa me zemër, aq me gojë, aq me gjymtyr, aq me kohën e tij, aq edhe me paratë e tija. Do dalet e një dobi tjetër, ajo pse apo a ka dobi e radhitja e këtill e këtyre kushteve të Islamit. Pra përmendjen fillim e shahadetit, pastaj e namazit, pastaj e zakatit e me radhë. Ka dobi në vetvete, bile dobi të madhe. Fillimisht, shahadeti është përmendur i pari thash për shkak se është qelësi i hyrjes në Islam. Disa dietare përmendin edhe qelës i xhenetit, gjë e cila është mjaft e vërtet, por në këtë rast, nëse ky qelës i xhenetit këtij qelës i xhenetit nuk i bashkohen edhe veprat apo punët, atëherë ky mbetet qelës pa dhëmb. Ndërsa nëse i bashkohen edhe punët, të cilat janë farz dhe kërkohen për besimtarin, atëherë është qelës me dhëmb i cili e qel derën e xhenetit. Thon dietarët se sa më shumë punë që bën besimtari, aq më shumë dhëmb dhe më mirë i rregullohen dhëmbët këtij qelësi. E kështu që dera do t'i hapet më lehtë. Kjo është një shembull figurativ. Ndërsa sa më pak punë që kryen besimtari, aq më pak dhëmb i ndreqen këtij qelësi dhe do ta ketë më të vështirë hapjen e dyerve të xhenetit. Pra shahadeti është i pari. Edhe pa të nuk pranohet asnjë adhurim tjetër. Është i pari për çdo vepër. Prej momentit të futjes në bylyk deri në momentin e vdekjes, besimtari duhet ta ketë parasysh shahadetin. Namazi është obligimi i dytë në Islam, ai i dukshme. Ndërsa obligimi i dytë në Islam në përgjithësi, ndërsa obligimi i parësor dhe më i rëndësishme i dukshëm, i jashtëm, fizik, trupor. Ku dietarët përmendin se obligimi shpirtëror ose i zemrës më i madhi është imani, të besuarit, ndërsa ai i dukshëm, i jashtëm është falja e namazit, i cili bëhet me gjymtyr, normal duke i paraprir besimi dhe bindja me zemër. Por në anën e jashtme të dukshme, kjo vepër është më rëndësishmja dhe më primarja për çdo besimtar. Andaj, edhe Allahu e ka konsideruar shtyllën kryesore, shtyllën e dytë kryesore, që pastaj rreth saj sillen shtyllat e tjera. Kjo është shtylla bazë namazi, të tjerat e radhiten rreth namazit dhe konsiderohen si plotësuese të namazit, mjaft e rëndësishme, por jo edhe ta kenë rëndësinë sa të namazit. Të gjitha janë të rëndësishme, por namazi është akoma më i rëndësishëm se këto të tjerat. Pastaj vjen zekati dhe agjerimi. Lind pyetja, pse zekati është përmendur para agjerimit? Kur të dyjat e kanë të njëjtin rol. Kjo njëjtat argumente përmenden për zekat, ashtu edhe për agjerim. Për shkak se pra është përmendur zekati përpara, për faktin se zekati përveç që është obligim dhe i bën dobi njeriu që jep zekatin,
në anën tjetër ai bën dobi edhe të tjerëve, atyre të cilët e marrin zakatin. Pra dobia e zakatit është e dyfisht. Për vetë personin që jep dhe për personin që merr. Gjë e cila nuk ndodh te agjerimi. Agjerimi është i dobishëm vetëm për personin në fjalë, ai i cili agjeron, ndërsa tjetri, pala tjetër, rrethi i tij nuk përfitojnë nga ky agjerim, e kam fjalën në aspektin e dukshëm, edhe pse ka përfitime dytësore e tjera, mirë po nuk po hym në detaje përfitimet në mënyrë të detajizuar, nga se nuk e kemi një mundësi të tillë. Edhe haxhi po ashtu është dobi trupore e vetë personit, ku nga ai obligim përfiton ky njeri, dhe për arsye se bëhet një herë në jetë, është përmendur edhe i fundit me radhë, kurse shahadeti gjithmonë besimtari duhet të jetë me shahadet. Nëse nuk është me shahadet non-stop në gojë, ai në zemër duhet ta ketë non-stop shahadetin, besimin, dëshminë në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, e dyta, namazi është obligim 5 herë në ditë. Këtu edhe shihet rëndësia e tij. Në shahadeti gjithmonë duhet të jetë prezant të besimtari, ndërsa namazi duhet të jetë 5 herë në ditë. Kurse agjerimi, zakati, ai është obligim një herë në vit. Por për arsye se dobia kalon sa te vetë personi që jep, aq edhe te ai që e merr, është përmendi treti me radhë. Ndërsa agjerimi është i katërti me radhë, nga se edhe ai është obligim një herë në vit, dhe dobia mbetet tek personi që e kryen këtë detyrim, edhe e fundit është përmendur me radhitje haxhi se bëhet një herë në jetë, jo sikurse e para si dëshmia shahadeti që është tër jetën me besimtarin, apo namazi i cili është 5 herë brenda 24 orëve me besimtarin kudo që është. Këtu duhet përmendi edhe një dobi tjetër, ajo është se në këtë hadith Islami është përmendur edhe përngjasohet, them në aspektin figurativ të tij, duke mos pasur qëllim në nënçmimin e Islamit me këto shembuj, i përngjan një tende e cila ndryshe në gjuhën popullore quhet shatar, ose të një çadre e cila të mbron nga shiu dhe vendoset mbi kokë, ku 5 shtyllat e Islamit do të thotë e ndërtojnë një tendë, ku baza e kësaj tende është namazi. Bazë e kësaj tende është shtylla kryesore, rreth të cilës pastaj lidhen edhe ngriten shtylla tjera. Namazi është druri kryesor, shtylla kryesore mbi të cilin ngritet Islami. Ndërsa obligimet, shtylla tjera, obligimet tjera për besimtarin janë kushte tjera të cilat e mbajnë tendën që mos të rëzohet as në njërën anë, as në anën tjetër. Disa dietare ngjasojnë me çadrën, ku thonë se druri ose hekuri i cili e mban njeriu në dorë i përngjan namazit. Ku e mban çadrën, mirë po çadra thot nuk ngritet vetëm me një hekur, por ka nevojë edhe për hekra tjerë, për tela tjerë të cilët janë dhe të cilët e mbajnë atë çadër. Sa më shumë hekra përmendin dietarët, aq më fort do të jetë çadra. Edhe kështu Islami, sa më shumë që kryen obligime dhe adhurime dhe kushtet e Islamit, aq më fort bëhet feja e tij. E sa më shumë që çadra ka hekra dhe ai ka më të fuqishëm, aq më pak është mundësia që për ta rrëzuar era ose për ta kthyer prap këtë çadër. Ashtu edhe Islami, sa më i fortë që është me kushtet e tij, aq është më i fuqishëm për të qëndruar besimtari nën këtë din dhe për të nënshtruar Allahut. Dhe gjithashtu për të qenë besnik ndaj kësaj feje nga çdo fitnë e cila mund t'ia kthej prap ose t'ia përmbys fen dinin e tij. Nga ky shembull figurativ na qartësohet mjaft qartë dhe dukshëm se çka nën kuptojnë shtyllat e Islamit. Thash ato janë 5 kryesore, ndërsa ti mund të shtosh tjera dhe janë obligime edhe të tjera shumë me radhë, por këto janë 5 mbi të cilat ngritet kjo fe jon. Shkaku pse u tha ky hadith nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Përmendet në Sahihun e Muslimit se një njeri erdhi te Abdullah ibn Umar dhe i tha pse nuk bën xhihad.
Pse nuk shkon në luftë? Dhe filloi kinse sikur ta kritikoj për këtë vepër. Abdullah ibn Omeri deshi t'i tregoj këtij personi pse nuk merr pjesë në luftë. I tha, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë Islami është ngritur mbi 5 shtylla. E fillon e i përmend të pestat. Pastaj në fund i thot, prej këtyre 5 shtyllave nuk është xhihadi. Deshi pra t'i thot që nëse unë i kam kryer këto 5 obligime, nuk nënkupton se jam brenda Islamit dhe i kam kryer kushtet kryesore të Islamit. Deshi t'i thot që prej shtyllave kryesore të dinit Islam nuk është lufta të cilën ti po e përmend dhe për të cilën ti po më kritikon mua. Ky ishte pra shkaku pse Abdullah ibn Omeri e përmendi hadithin të cilin jemi duke shpjeguar. Edhe pse xhihadi është në gjuhën shqipe në aspektin terminologjik etimologjik do të thotë përpjekje dhe pastaj ndahet përpjekje në vetvete, përpjekje me armikun që është brenda vetes apo me vetveten e vet njeriu, edhe pjesa tjetër përpjekje kundër armiqve të fesë islame, ku njeriu fillimisht duhet ta plotësoj përpjekjen me vetveten, pastaj edhe ndaj të tjerëve. Mirë po sido që tjetë ai mbetet prap farz kifaje, farz i përgjithshëm, kolektiv, ku nëse disa besimtare bëjnë, të tjerët bien nga ky obligim. Për këtij hadithi do të mund të nxjerrim këto dobi. Fillimisht, këto 5 shtylla janë shumë të rëndësishme sepse nëse njëra prej tyre nuk kryhet, duke pasur mundësi për kryen e tyre, është rrezik që njeriu edhe të dalë nga feja, Allahu na ruaj. Tjetra, lejohet që të merren shembuj gjëra të ndryshme në formën figurative për të treguar një shembull fetar, për t'ia ofruar dëgjuesit ose atij që është prezant ders ose lexuesit, që t'ia ofrojmë sa më reale t'ia bëjmë çështjen të cilën duam t'ia shpjegojmë. Pra siç e mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ndërtesë dhe tregoi shtyllat e saj, ashtu edhe lejohet në formë figurative që të tjerëve t'u mësojmë fen përmes shembujve të tillë. Në Islam duhet të fillohet me shpjegimin e gjërave më të rëndësishme, pastaj duke shkuar dal nga dal te ato më të lehtat. Pra nuk është arsyeshme që një herë njeriu t'ia mësosh rëndësinë e namazeve sunete, e të mos ia mësosh rëndësinë e namazit farz. Nuk është arsyeshme që njeriu ta mësosh të fal nafile namaz e ta lën farzin, e shumë gjëra tjera. Por fillimisht duhet të fillohet me gjërat që janë më të rëndësishme e duke shkuar dal nga dal tek ato më të lehtat. Në këtë rast, Resulullah sallallahu alaihi wasallam filloi me shahadetin, me dëshminë e përfundoi me haxhin. Dy dëshmit, shahadetet, pra ashhadu an la ilaha illallah edhe pjesa e dytë wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, janë bazë në fenë islame dhe çdo gjë ngritet mbi këto dy dëshmi. Janë të pavarura nga çdo gjë tjetër dhe çdo gjë tjetër është e mvarur nga kjo dëshmi. Pa marrë parasysh sa punon njeriu mirë, nëse nuk dëshmon në Allahun si i vetmi meritor për adhurim dhe Muhamedit si dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam, personi i tillë nuk është musliman dhe nuk i pranohen punët sado të mëdha që janë, edhe nëse janë sa malet e tëra. Në këtë hadith shihet prioriteti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jep namazit. Ja jep namazit, por edhe ky prioritet shihet edhe në argumentet e përgjithshme të fesë, në faktin se është shtylla kryesore e dinit islam. Gjithashtu, ky hadith na tregon prej dobive të tija se islam, fjala islam, nënkupton nënshtrimin ndaj Allahut në anën e jashtme të dukshme të tij. Dhe muslimani, njeriu, nëse vrehet duke i kryer këto obligime, atëre konsiderojmë musliman, ndërsa pjesën tjetër, ato të imanit, ja lëm Allahut xhalleshanuhu që ta gjykoj dhe ta vlerësoj njeriu për veprat e tilla, nga sa ato kanë të bëjnë me zemrën. Kurse Islami janë punët e dukshme, punët e jashtme, të cilat
ne apo për të cilat ne dëshmojmë se njerëzit janë musliman apo nuk janë musliman në bazë të këtyre veprave. Sado që të punoj më shumë, ai është musliman më i devotshëm. Sado që punon më pak, është musliman më pak i devotshëm. Lut Allahun fuqi plot që të na bëj dobin nga kjo ligjërat dhe ta kem kuptuar thelbin e saj, qëllimin e fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë të cilën e kemi thënë të sakt ka qenë inspirim nga Allahu fuqiplot, ndërsa çdo gjë të cilën kemi gabuar është nga ignoranca jonë dhe nga mashtrimet e shejtanit. Lut Allahun fuqiplot që të ma fal nëse kam gabuar diku dhe kërkoj falje për gabimet e mia kur jam gjallë, sa jam gjallë edhe pas vdekjes time. Lut Allahun që të jeni në mbikëqyrjet e tij, të jeni në mëshirën e tij dhe të takohemi prap në emisionet dhe derset tona të ardhshme. Lut Allahun të na i falë të gjithë gabimet dhe mëkatet, ju lë në mëshirën e Allahut fuqiplot. Paqja, begimi dhe begatit e Allahu xhalla shanuhu qofshim në juve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق